Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sura El-Haqqa. Ajetet nga 44 deri te ajeti 52. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Sikurai Muhamedi në mënyrë të rreme të na kishte veshur ndonjë fjalë, ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë dhe me siguri që do t'ia prisnim damarin e qafës, e askush prej jush nuk do të mund ta mbronte. Natyrisht Kurani është për kujtesë për ata që i friksohen Zotit. Ne e dim mirë se ka prej jush që e mohojnë atë. Ai është keqardhje për mohuesit. Ai është padyshim e vërtet e pamohueshme. Prandaj lartësoje emrin e Zotit tënd të madhërisëm. Komentimi. Nëse ai do të gënjente për ne, nuk do t'i jepnim afat. Në vazhdim të diskutimeve për Kuranin në këto ajete përmendet një argument i qartë për vërtetësinë e tij, sikur ai Muhamedi në mënyrë të rreme të na kishte veshur ndonjë fjalë, ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë dhe me siguri që do t'ia prisnim damarin e qafës e askush prej jush nuk do të mund ta mbronte. Fjala uqawil është shumës i fjalës aqwal dhe shumës i fjalës quwal. Për këtë shkak, fjala uqawil është shumës. Në këtë rast flet për fjalët e mashtruesve. Fjala taqul vjen nga rrënja e fjalës taqulu dhe ka kuptimin fjalimet që njeriu i ndërton vetë dhe që nuk kanë vërtetësi. Interpretimi me ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë është për shkak se njeriu kur kryen veprime me dorën e djathtë ka më tepër fuqi, për këtë arsye është përdorur fjala yamin e djathtë. Disa komentues kanë dhënë mendime të ndryshme për komentimin e këtij ajeti, por për shkak se janë të panjohura dhe të papajtueshme, ne nuk i sollëm këtu. Fjala wayatin ka kuptimin arteri e zemrës. Është arteria kryesore që e transporton gjakun në të gjitha pjesët e trupit. Nëse ajo do të pritej, njeriu do të vdiste në çast. Kjo është mënyra më e shpejtë e dënimit që mund të veprohet për një person. Disa komentues të tjerë kanë dhënë mendime të ndryshme për fjalën wayatin. Disa thanë se është vena ku varet zemra, disa thanë se është vena që dërgon gjakun në mëlçi ose vena kurizore që ndodhet në mes të shtyllës kurizore. Interpretimi i parë është më i saktë. Fjala hajizin është shumësi i fjalës hajiz dhe ka kuptimin pengesë. Këtu na lind një pyetje, nëse dikush gënjen dhe gënjeshtën e bën për Zotin, Zoti atë dënon dhe e shkatron me një herë. A duhet që gënjeshtarët e profecisë të dënohen të gjithë një herësh? Një gjë e tillë nuk ndodh, përkundrazi ka prej tyre që jetojnë gjatë, po ashtu edhe feja e tyre e rreme ka mbijetuar pas tyre. Përgjigjja e kësaj pyetje sqarohet me një pikë. Kurani nuk thotë çdo pretendues, por thotë nëse profeti i Islamit, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e bën këtë, domethënë një profet që Zoti ka dhënë mrekullinë si dhe argumente për legjitimitetin e tij, nëse ai do të devijonte të vërtetën, atij nuk do t'i jepej as edhe një sekond kohë, sepse ai do të bëhej burimi i humbjes së rrugës së drejtë të njerëzve. Por ai që bën një pretendim të rrem dhe nuk ka ndonjë mrekulli ose provë të qartë të legjitimitetit të tij, nuk ka nevojë që Zoti ta shkatrojë më një herë, sepse falsiteti i fjalëve të tij është i qartë për çdo që kërkon të vërtetën. Në këtë rast bëhet e vështirë që pretenduesi i profecisë, duke qenë i shoqëruar me arsye dhe mrekulli, të devijojë përmes së vërtetës. Këtu bëhet e qartë se disa nga sektet e gabuara për të provuar pretendimet e drejtuesve të tyre ju ngjitën këtij ajeti. Kjo gjë është e gabuar sepse pretendimet e rreme dhe çdo pretendues tjetër i rrem duhet të jetë në gjendje që ta argumentojë këtë ajet me legjitimitetin e tij. Ajeti tjetër përsëri vjen për të tekstuar dhe për të kujtuar se çfarë është Kurani. Natyrisht Kurani është për kujtesë për ata që i friksohen Zotit, për ata që janë të gatshëm të pastrohen nga mëkati dhe të bashkohen në rrugën e vërtetë, për ata që kërkojnë të vërtetën dhe ata persona që nuk e kanë këtë nivel të devotshmërisë, sigurisht që nuk mund të përfitojnë nga mësimet e Kuranit. Ndikimi i thellë dhe jashtëzakonshëm i Kuranit në këtë drejtim është një tjetër shenjë e legjitimitetit dhe i vërtetësisë së tij. Më pas thotë ne e dim mirë se ka jush që e mohojnë atë, por ekzistenca e një mohuesi kokfort kurrë nuk do të parandaloj provën e paligjshmërisë së saj, sepse të devotshmit dhe kërkuesit e të vërtetës kujtohen, duke e përmendur atë dhe në të shikojnë shenjat e të vërtetës dhe ecin në rrugën e të vërtetës. Prandaj ashtu sikurse për të përhapur dritën, është e nevojshme një llambë, edhe njeriu të paktën të hapi sytë e tij në mënyrë që të përfitojë nga drita e Kuranit. Gjithashtu duhet të hapi zemrën për Kuranin. Në ajetin tjetër thuhet ai është keqardhje për mohuesit.
Ata sot mohojnë, por nesër në ditën e Yawmul Dhuhur, shfaqjes, dhe në ditën e Yawmul Barwaz, dhe në të njëjtën kohë në ditën e Yawmul Hasra, keqardhjes do të kuptojnë se çfarë mirësie kanë humbur për shkak të kokëportësisë dhe çfarë dënimi të madh dhe të dhimbshëm mblen për veten e tyre. Ditën që do të shikojnë vlerat e besimtarëve dhe veprat e tyre, do t'i krahasojnë ato dhe nga keqardhja do t'i fusin gishtat e tyre në gojë dhe nga mërzia e madhe që kanë, do t'i kafshojnë me forcë ato. Atë ditë keqbërësi do të haj gishtat e duarve të veta duke thënë sikur ta kisha marrë rrugën e drejtë me dërguarin. Më pas vjen ajeti që sqaron se askush nuk duhet të mendojë se dyshimi dhe frika apo mohimi i bërë nga jo besimtarët nuk është për shkak se Kurani ka paqartësi të koncepteve, ai është padyshim e vërtetë e pamohueshme. Përdorimi si fjalisë haqqul yaqin, sipas mendimit të disa komentuesve, është si të shtosh diçka në shpirt, sepse vetë fjala haq është si yaqina dhe po ashtu fjala yaqin, siguria, është si fjala haqq, e drejta. Kjo do thotë se Kurani është siguri e pastër. Me fjalë të tjera, siguria ka faza të ndryshme. Nganjëherë ajo përftohet nga një arsye racionale, për shembull nëse shohim tymin nga larg, kuptojmë se ka rënë zjarr. Ndonjëherë jemi afër dhe shikojmë flakët e zjarrit. Në këtë rast siguria bëhet më e fortë, në këtë rast themi vetë siguria. Ndonjëherë ne shkojmë edhe më afër dhe jemi pranë zjarrit ose brenda në zjarr, kur e prekim atë ne digjemi. Sigurisht që kjo është një fazë më e lartë e sigurisë, e cila quhet haqqul yaqin. Edhe pse ajeti më sipër më thotë ai është padyshim e vërtetë e pamohueshme, ata e mohojnë edhe pse e dinë se është e vërtetë. Në përfundim në ajetin e fundit të kësaj sureje thuhet: "Prandaj lartësoje emrin e Zotit tënd të madhërisëm." Vlen të përmendet se përmbajtja e këtij ajeti dhe i ajetit të mëparshëm, me një ndryshim të vogël, përmendet edhe në fund të surës Al-Waqi'a, me ndryshimin se këtu po flasim për Kuranin e shenjtë dhe për shkrimin e tij si e vërteta e sigurisë, por në fund të surës, ngjarja u referohet grupeve të ndryshme të drejtëve dhe të pabesëve në ditën e Kiametit. Hulumtim. Vlen të përmendet se në këto ajete Kurani përshkruhet në 4 përshkrime. Së pari thotë se këtë ka zbritur Zoti i botëve, më pas thotë se është kujtesë për të devotshmit, më pas thotë se është burim keqardhje për jo besimtarët, në fund thotë se Kurani është hak i vërtetë e i sigurt, që së pari ka zbritur për të gjithë njerëzimin, së dyti për të devotshmit, së treti ka të bëjë me jo besimtarët dhe së katërti ka të bëjë me njerëz të veçantë dhe të afërm. O Allah, ti e di vetë se nuk ka gjë më të mirë se sa kapitali i sigurisë. Na jep neve besim dhe siguri që të jetë shembull i drejtësisë dhe i sigurisë. O Allah, dita e Kiametit është dita e keqardhjes. Na bëj të kemi të paktën keqardhje për pak bindje dhe mos na bëj prej atyre që kryejnë mëkate dhe e kanë braktisur bindjen. O Allah, na jep librin e veprave tona në dorën e djathtë tonën dhe na fut në xhenetet më të larta. Amin, ya rabbal alamin.